Zomi. Përshëndetje të nderuar miq, jemi përsëri në podcastin Fjasim Arbërisht, podcast i cili synon të bëjë të dukshme realitetin e të folurës arbëreshe në Itali. Arbëreshja është një gjuhë shqipe antike e italianizuar, ka dhe ngjyra caktuara greke. Kam kënaqësinë të bëj me dije që e ftuara e ditës sotme është artistja Francesca Manoccio, da Acqua Formosa in Calabria. Shumë faleminderit Francesca që pranua të intervistohem. Faleminderit shumë e mirë se ju gjeta. Mirë se erdhe. Atëherë, Francesca, për të gjithë ata që na ndjekin, kryesisht po themi shqiptarët e Shqipërisë, të Kosovës, Maqedonisë Veriut, por dhe të tjerët, edhe shqiptarët po themi emigrantët e Italisë, unë dua të prezantohesh për gjithë perkursin tënd, rrugën tënde, udhëtimin tënd artistik. U jeva u rita mbi Frasnita e Firmoz dika tunde të Arbëresh Kalabries e zura e bëre muzike që kur isha e vogël pse mama ime boni shumë muzike me grupet folklorike e muzike arbëresh. Kështu u rita mbi muzikë arbëresh. E kur zura edhe konservatorin me la viola e firnova gjithë gli studi in Belgio e in Belgio pata la triennale ed è il master ed è vajta ka Universitate Bora Muzikologjin të universitet. Urime. E bëra gjithë un percorso që ish classico edhe folkloristico, pse kisha gjithë rotat time që ishin arbërisht, e kështu thash muzike është muzike të zomërin, quindi kam bënj edhe muzikën arbërisht. Nuk mendove të qëndrosh në Belgjik, Francesca, se Belgjika, Brukseli, ku ti ke studiuar, është një vend me perspektivë po them pse jo dhe me Italinë më të veçantë, është kryeqyteti i Europës në një farë mënyre. Nuk të mbajti fare, nuk mendove të qëndrosh aty, që sigurisht jo vetëm muzikë arbëreshe, po dhe muzikë klasike, muzikë tjetër më të avancuar ndoshta, avancuar. Kjo është teori relative në fakt. Relative, shumë relative. Po. Takjeva atje për 8 vjetë, studjarta, shurbeva atje, punova atje për shumë vjetë, edhe pra thash se zëmra ime ish ka katunditim. Kështu kish prirsha këtu firmos, kish vija këtu firmos. Bora shumë karriera atje, shurbeva shumë, i vjeta shumë me orkestre, me grupe klasike, me grupe folklorike. Zëmra në time më tha, këtë vesh posh, këtë vesh papana ka të ndigjot, e këtë bosh dio atje. Pse vete ka gjithë ka tunde me muzike. Për shtëpia ime është këtu. Zomra ime është këtu. Ku është toka më palta më ëmbël se mjalta thuhet në Shqip. Ne themi në Shqipëri u thoni në Arbëri. Kështu drejt. Po, më thuaj, ti që ke, po themi ke studiuar, ke bërë dhe masterin dhe ruan akoma, po themi, traditën historike, 5 shekullore të këngës, e cila sigurisht kanë ndihmuar të ruani dhe gjuhën dhe ju jeni njeriu më, domethënë, më dinamik për ta demonstruar të folur në arbëreshe me një elokuencë mjaft simpatike, më pëlqen. Do këtë gjëra janë pëlqyer nga kolegët tuaj jo arbëresh, pra nga artistët e tjerë, me cilin grup juve bashkëpunoni, jeni të gjithë arbëresh apo keni dhe italian, na tregoni çik të integrimin tuaj në Itali, duke mos u asimiluar, por dhe në art. Allora, me gjithë artistët shurbenj ngjan arbërisht. Janë gjithë ka Belgjit, ka la Greqa, ka Spanja, ka n'Italit, e shumë nuk dijin që janë ç'është gjuha arbërisht, ç'është kulturën arbërisht. E kur u i thom ç'është arbërisht, që jemi shqiptar, ma jemi shqiptar. Jemi n'Italit, për shumë vjetë që jemi n'Italit, ata qëndrojnë kështu pse ngëdijin, drejt n'Italit dinjat ndijin që është, që janë arbërisht. Quindi arbëreshvet janë integrati totalmente, janë italian,
Po, Jemi janë italian. integruar në mënyrë të përsosur, por nuk janë I asimiluar. Në 5 nuk janë shekuj vjen në asimiluar, shekullin e 6. që fjaja është asimiluar. Jemi asimilartur, muzike u influencar me muzike italiana. Drejt, Na po kishim natyrisht. vjet, ma është kështu, kudo vete kultura ndron. Pse është kështu jeta? Na ndromi e kultura ndron, edhe gjuha ndron, e muzika ndron, është normale. Vivermi gjithë unitu këtu me italian, me kalabris, me arbërishve të rrijin gjitha paru, ka gjithë jeta atje di si Po, e di u, rrimin gjitha paru. E kultura vete pirpara, kultura vete pirpara, pse evolvirin. Mbami rotat që kemi me evolvirin. po mirë, jo, megjithatë rasti i arbërisht duhet thënë është edhe shkencërisht e vërtetuar, është një rast unik. Është një rast i jashtëzakonshëm se ju pavarësisht ju thoni që ndroni, keni ndryshuar në mënyrë të pa diskutueshme. Megjithatë keni ruajtur shtyllat kryesore të historisë tuaj, keni ruajtur këngët, keni ruajtur veshjet, keni ruajtur veshjet për shembull e zonjave arbëreshe, siç është ajo kukulla pasteje, janë të mrekullueshme. Janë ruajtur brez pas brezi kur martohen vajzat, veshin kostumin e nusërisë arbëreshe, jo kostumin e bardhë që veshin ne të tjerë. Jo, mama ime vo kostumin arbëresh kur u martuar. Po, veshi kostumin arbëresh. Kështu që këto janë gjëra të mrekullueshme, duhet Italia t'i ruaj, ne t'i ruajmë, gjithë të kontribojmë që kjo gjë, pavarësisht se ti për shembull je një vajzë italiane, po s'te që jam arbëreshe, asnjëri s'të kupton që ti je arbëreshe, italo-shqiptare. Ti je një vajzë italiane, ke studiuar të gjithë vajzat italiane, megjithatë je në mënyrë origjinale arbëreshe. Ruan edhe tiparet shqiptare sipas meje. Kështu që kjo është një mrekulli sipas meje. E ta ruash në 500 vjet gjuhën, unë jam besimtar, nuk jam praktikant, jam besimtar, është me vullnetin e Zotit. Kështu që kjo është një mrekulli që duhet ta ruajmë të gjithë. E ruajtim gjithsej, e këto është, di si sufet arbërish është rikeca. Rikeca është rikeca për Italinë, rikeca për Shqipërinë. Yes, për gjithë, është rikeca për gjithë bota. Se është një kulturë shumë e vjetër, që mandinua, që është këtu, që rritet ancora. Rritet me gjuhën, rritet me tradita, rritet me kostumen, rritet me i rriti me kisha, rritet me gjithsej. Edhe rritin kishtar, ju e keni nën Vatikanin, pra rritin latin, po në një pjesë të madhe të katundeve arbëreshe është edhe rriti bizantin. Sipas teorisë time, por të mos u asimiluar. Kjo është teoria ime, është akoma e pavërtetuar. Por unë besoj që edhe kjo ka ndodhur në të gjithë historinë tuaj për të mos u asimiluar, por të ruajtur me konservatorizëm të qenurit arbëresh, që është një gjë për të qenë orgolioze, për të qenë krenar. Shumë. Me gjindja në kanë fjaja kur u i thomë se kemi gjuhën, se kemi këngën, se kemi kostumen, se kemi edhe kisha që është greko-bizantino, e gjindja thojnë si, jemi katolik, jemi me il papa, ma kemi një rritë që është mua ma konfirmon teorinë time. Në pjesën më të madhe të katundeve, ku bëhet edhe rriti bizantin, pra në gjuhën greke, nuk është se flisni greqisht. Megjithatë respektoni rritin bizantin, por arbëreshët nuk flasin greqisht, janë me gishtat e dorës ata që flasin greqisht. Ti për shembull nuk flet greqisht apo jo? Jo. Po pra, kështu që e ruani rritin bizantin për të mos u asimiluar. Kjo është vazhdon në mrekullinë shekullore tuaj, sipas i teorisë time, po duhet ta shohin studiozët e religionit, ta shohin në mënyrë më shkencore. Por kjo është një intuit që unë po punoj prej shumë vitesh, edhe arbëreshët i kam në qendër të historinë arbëreshe, në qendër të emisioneve të mia në Radio Radikale ka qenë gjithmonë e hapur për historinë arbëreshe, po edhe ku kam punuar në televizionin publik shqiptar, edhe tani që po punoj ke ABC News Albania, ku bëj një emision jo rastësisht të titulluar Të gjitha rrugët të çojnë në Rom. Edhe aty arbëreshët zënë një përqindje shumë të madhe, sepse është një realitet që mua më bën krenar. Është një realitet që gjithë ne duhet të jemi të ndërgjegjshëm për të dhënë kontributin tonë që të rinjtë e sotëm, që
nuk e flasin si juve, kur themi të rinjtë e sotën fëmijët, ta mësojnë në shkolla në mënyrë të detyrueshme, siç mësojnë matematikën, siç mësojnë historinë, dhe të mësojnë dhe gjuhën arbëreshe, ta fusin në kurrikulën e shkollës. Ti je dakord për këtë gjë? Jam dakord pse gjuha mandinofet ndose studiarmi, ndose fjasmi, jo vetë fjasmi, pse shumë gjindja e fjasin dhe më Nuk e mirë shkruaj. se u, ma ndite shkruajnë. E Mhm. ndose ndite shkruajmë, gjuha biret, është kështu, ka gjithë vjeta është kështu, gjithë Po, kulture që nuk kishin skritura, u buartin. Ishin, është kështu. Allora thom, pse mund e vomi ka skola, pa jo një, një kurs që është il pomeriggio, si bomi italian, si bomi matematike, si bomi geografin. Gjithsej, e shumë vërtet. është il corso arbresht, ke mësomi arbresht, si mësomi italian, ke mësomi arbresht, në Çu skollë. duhet bërë? Çu duhet bërë? Ka komuna që edhe të rinjt isha në Molis për televizionin Mhm. APC News, dedikova 2 puntatat e emisionit tim 4 komunave të arbëreshve aty, e flisnin dhe fëmijë, e flisnin dhe të rinjt e shkollave të mesme. Kjo ishte një mrekulli. Mhm. Është një duhet patjetër që ta mësojnë që edhe ju që ja, rasti ju është domethënë, ju shkuat studiuat në Belgjik dhe e flisni arbërishten. Po ta mësoje në shkolla edhe do ta shkruaje në mënyrë perfekte. Se siç mësej ti e Mhm. shkruan, po jo në mënyrë perfekte, apo jo. Jo, Ty ta jo. mësoj E, babai apo mamaja arbërishte? Mamaja, Ah, ja. kishim një libër, ja, kishim një libër që ishin pralza arbreshvet. Nëse E ishin shkruajtur arbresht e italian. U e me motir, kur ishim të vogël, kishim gjovasim arbrish, e kishim traducirim italian, e kishim gjovasin italian e traducirim po, arbrish. dhe Ish po shtenit në një arbërisht. exercis në qik kështu, ish Nani u di si kam shkruanj, jo perfettamente, però Jo, jo. e Shumë di si paktën si ty duhet ta. gjovaset, Më e thënë, si rasti gjovaset, jot është rasti si, domethënë, shu duhet të jenë të gjithë arbëreshët. Le të shkojnë të studiojnë në Belgjik, në New York, në Rom, në Kozenca, në Tiranë, po erdhën në Tiranë nuk e harojnë dot, po kudo që të shkojnë, po thonë se harojnë gjuhën duke mësuar në shkollë, ajo nuk harohet. Dhe të jenë të si, ndërgjegjshëm se duke mësuar arbërisht, mësojnë edhe krenarinë të qenurit arbëresh, mësojnë dhe historinë të qenurit arbëresh në gjuhën arbëresh. Kështu që e ruajnë si juve. Kjo duhet bërë. Po doja të flisja për një çmim që keni marrë së fundi dhe un kam lexuar babain tuaj me mjaft krenari që thoshte që vajza ime pas studimeve të konservatorit erdhi dhe fitoi këtë çmimin e dytë. Na tregon çik për këtë organizim koncerti. Nanin kemi shumë koncerte që kemi bëmi Nanin, ma jemi organizar me gjithsej, patim shumë koncerte, u bëra shumë koncerte në Belgjit, u prora djeka në Belgjo, e bëra shumë koncerte atje, e këndova arbrish, e fjava mbi kulturën arbrish atje, bëra shumë koncerte dhe bëra ca koncerte në Tiran, në Shqipëri, nani jemi programarmi ca koncerte këtu, ndërber e shomi. Shumë bukur, sepse muzika, kënga është një nga instrumentat më të rëndësishëm të ruajtjes së qenurit të historisë arbëreshe. Kështu që, po ju keni marrë një çmim apo jo, një çmim të dytë së fundit në San Demetrio Corona, mos gaboj? Si? Që Sande me Tricorone, si. është Stande me Tricorone, është ki festivali që është festivali e Kongat të Arbresht, e është një festivali shumë i vjetir. U parteciparte para hera, ishë shumë e vogël, e parteciparta edhe Nani e vingjova i diti premi, e isha shumë kutjend. E thash, u vajta gjitha parun dhe Europë, i bita me shumë profesuar, me shumë mjeshtra. Nani kam sjell gjo më shpit, kam kjelin gjo më shpit, prapa, ka bukur. katundim, parteciparta e kje shumë i bukur. Ju jeni sipas meje shembulli për t'u marrë edhe nga të rinjt që largohen, sepse unë pash duke ardhur shpesh në
Arbëri, në Sicili, në Kalabri, në Molise dhe në zona tjera, në Rom, janë në Napoli, janë arbëreshët, janë kudo në Itali, kam vënë re që të rinj të argohen, se shkojnë për studime, krejt normal. Por duhet menduar që historia jote të bëhet historie shumë të tjerëve. Ju latë Brukselin, latë të gjitha ato mrekulli, hapësira, dhe u kthyet në Aqua Formosa, u kthyet aty ku ka histori, ku është historia e ujit të bekuar. Edhe duhet jeni shembull që mos e lëm arbërin bosh. Edhe pse jo, unë kam sugjeruar nëpërmjet emisionit tim që të krijohen organizime turistike të shqiptarëve të Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, Veriut, të vinë në këto, të mos rrinë një ditë, dy, po të rinë, më rri me qef një javë, dy apo më shumë atje, se ju keni një mikpritje të jashtëzakonshme. Dhe flasim në gjuhën tonë, s'ka gjë më të bukur. Si. Mund vijin nga njëtri ka të hunde, mund të fjasin gjuhën, e mund rrijin me gjindja, kemi gjaku është ai. Gjaku që kemi është ai, jemi të vlezra. Po, duhet patjetër. Okej, unë të falenderoj për intervistën, edhe se e bëm edhe për Radion Radikale në italisht, po ti këndon edhe në gjuhën arbëreshe në shqip, domethënë. Këndon njësoj si në italisht, se shumë këndojnë italisht kur flasin në mënyrë metaforike, po nuk këndojnë dot kaq bukur në arbërisht aty. Edhe sigurisht më ka marrë malli për Aqua Formosa që do kthehem me kënaqësi aty. Ja, shumë faleminderit tije për gjithë. Faleminderit juve. Dhe faleminderit juve të nderuar teleshikues në Artur Nura Channel në podcastin Flasim Arbërisht. Këtu do të ndiqni në vazhdimsi të folurën arbërore, por nuk është thjesht e folura. Është histori, janë karriera, siç ishte karriera e mrekullueshme e sotme e artistes Francesca Manoccio, edhe të tjerë, të cilët i gjeni gjithmonë në Artur Nura Channel. Mirupafshim.